Festa 8 marsit solli një atmosferë krejt tjetër në shtëpinë më të famshme në Shqipëri, ku djemt kanë zgjedhur të surprizojnë vajzat me dhurata për ditën e gruas, por e gjithë vëmendja e publikut është përqendruar tek Mateo dhe Brikena. Mateo tregua të jetë i kujdesshëm duke i dhuruar asaj pijame komode dhe lule të bardha, të preferuara të saj. Megjithatë, ajo që i la të gjithë pa fjalë nuk ishin lulet për një detaj specifik nga e kaluara. Mateo kishte zgjedhur t'i dhuronte asaj llojin e preferuar të çokoladave, një detaj të cilin ai e ka mbajtur në mendje për plot 4 vite nga koha e njohjes jashtë, shumë më përpara se jeta t'i bënte bashkë sërish në këtë reality show. Ky gjest kaq personal ka ngjallur reagimet e shumta dhe duket qartë se akujt mes tyre po shkrihen dita ditës. Tani mbetet vetëm të shihet se çfarë do të ndodhë mes dyshes përgjatë periudhës së mbetur të lojës dhe nëse ky 8 mars do të shënojë një fillim të ri për ta. Nga ana tjetër na duhet të rikujtojmë se Mateo po bën çmos që të fitojë zemrën e Brikenës dhe me sjelljen e tij të përditshme, ne mendojmë se do të kemi një çift shumë shpejt. Ju lutem klikoni tek butoni subscribe për të marrë të rejat më të fundit nga showbizi shqiptar.